Ju përshëndes para gjykatës së lartë jemi prapë. Ne kemi ritual të përditshëm këte, do e bëjmë ritual të përditshëm, jo se duam, po sepse duhet. Këtu kemi përmbys, që të shkoj të përmbyset një herë më herë kulti i këtij kriminali. Këtu kemi vendimin e gjykatës së lartë, u bën 2 ditë, kaluan 2 ditë, pa shkuar në gjykatën kushtetuese. Jemi duke numëruar ditën sepse jemi në ankth. Duhet të shkojë ky njeri, duhet të shkojë në gjykatën kushtetuese. Ky vendim duhet të shkojë në gjykatën kushtetuese. Ka bërë që nga Gjirokastra kur ka filluar në vitin 1996 e deri sot 30 vjet pa ardhur në instancën më të lartë të gjykimit, në gjykatën kushtetuese. Për 30 vjet, prokuror, hetues, gjyqtar, intelektual, gazetar, aktivist, panelistë janë marrë me këtë punë, janë paguar për këtë punë, kanë fituar për këtë punë, për faqen e tyre të zezë dhe nuk e kanë çuar deri në gjykatën kushtetuese. Në ditën e vazhdim do kemi zhvillime, sigurisht sepse jemi duke u marrë në këtë punë, dhe është duke u marrë një trup e tërë për këtë punë, jemi duke u përpjekur të gjithë për ta çuar në gjykatën kushtetuese. Dhe do e çojmë, s'ka ku të shkojë. Dhe dua t'i pyes këta gjyqtarët, meqense këta janë të fundit se si thonë kali që kuaj që zihen ata e shin lamin, shikojnë në këto lamin e themi në zorin tonë, shikojnë këta 3 gjyqtarë. Këtu është kryesues Ilir Panda, Sokol Binaj edhe Sandër Simoni. Në qoftë se kishin qenë Fatmir Shehu dhe Arsen Gjini vëllezërit e tyre, do e kishin mbyllur çështjen gjyqësore, dosjen Peshkepia, do e kishin lënë të mbyllur siç e ka lënë Arben Kraja? Jo, se mund. Po të kishin qenë, po në qoftë se Fatmir Shehu dhe Arsen Gjini do kishin qenë vëllezërit e atyre hetuesve, atyre oficerëve, atyre prokurorëve, atyre gjyqtarëve, atyre gazetarëve, atyre analistëve, do kishin bërë namin e zi dhe do i kishin nxjerrë ujin e zi derisa ata gjenin fajtorin, skaktarin, vrasësin, dhe tradhtarin që ka qenë që i ka shitur, apo që ka bërë si tërmetës për të shkuar ata. Mirpo, nga që ata ishin njerëz hallegji, si puna ime dhe juaja që na ndiqni ndjekëse dhe ndjekëse, ngelen duke u sarollatur dosjet e tyre larg poshtë për Shqipëri, dhe nga Gjirokastra këtu bëri 30 vjet ajo dosje dhe akoma s'ka shkuar në nivelin më të lartë të drejtësisë në gjykatën kushtetuese. Tani është hera e parë që kjo dosje bie në dorë të njerëzve të thjeshtë, të njerëzve që janë të interesuar, që nuk na quajnë as aktivistë, dhe do merren familjarët, do merremi ne me këtë çështje në vend që të merret shteti, kombi, se janë paguar për atë punë, këta për të marrë me atë punë, sepse Fatmir Shehu, që u vra me 10 prill 1994 nga Mavi dhe nga terroristët grek, dhe Arsen Gjini, që u vra në të njëjtin vend dhe të njëjtin datë me 10 prill 1994, nuk janë vrarë as për shtëpinë e tyre, as për katandinë e tyre, janë vrarë për Shqipërinë dhe shteti duhet t'ju kishte dalë zot. Nuk i dolën zot, edhe e lanë atë dosje për 30 vjet deri në gjykatën kushtetuese. Dhe tani kemi vështirësi, unë vazhdimisht, prandaj për shkak të vështirësive dhe për ta nxitur atë, për të mos e lënë kësaj ane, në këtë anë të nanës ku jemi ne, dhe për ta çuar në anën tjetër, 200 metra rrugë, kam për të folur vazhdimisht, derisa të shkojë atje. Pastaj, për ato 4 muaj, do kemi dhe komunikime të tjera, sepse atje ata kanë të drejtë 4 muaj ta shqyrtojnë atë derisa të japin vendimin, brenda 4 muajve. Do komunikojmë ditë për ditë, herë pas here, si do dhe ku do që të mundeni me qëllim që dosja e Peshkepisë të shkojë, dosja Beleri, tek figura qendrore e zezë, është figura kriminale e Fredi Beleri, dhe do të përpiqemi me gjithë forcën e shpirtit dhe të mendjes, Zotin na dhash forcë që ta çojmë me ata nanës në gjykatën kushtetuese. Çdo ditë, çdo sekondë që kalon është humbje, është një rëndes akoma më shumë mbi dheun, domethënë më shumë rëndon çdo minutë, çdo sekondë që kalon pa u analizuar, pa u çuar në gjykatën kushtetuese, pa u provuar të gjitha instancat gjyqësore shqiptare dhe ndërkombëtare, është një peshë shtesë dhe u rëndon gjithnjë më shumë mbi varrin e Fatmir Shehu dhe Arsen Gjini, për të cilët është kjo dosje dhe është lënë në harres nga të gjithë. Se s'kanë menduar sikur të ishin vëllezërit e tyre, po kanë menduar sikur të ishin
gjëra, domethënë qytetarë apo njerëz të dorës së fundit. Nuk do vazhdoj kështu gjatë, sepse ka akoma djem Shqipëria për t'ju dalë zot.